mos u mbur aq shumë mor burr, ti e din shumë mirë bota çfarë urash madhështore ka Avdi Reçmati, me siguri duhet ta kesh për një postim të urës së Kuksit, po nuk di ku është mburja, sepse Mahamondi aty është thjesht shkruar ura e madhe e Kuksit. Ku është mburja? Po e di pse duket mburja aty, se është shumë e bukur e ura. Dhe duket sikur kur shef urën, ndjehesh si përpara dikujt që mburret, po s'kam asnjë mburje. Krenar po. Jam krenar që kemi bërë vepra dhe kemi bërë punë aq të mëdha dhe aq të mira, saqë sot Shqipëria e ka prodhimin e përgjithshëm kombëtar, siç e shef, 2 herë e gjysmë më të lartë se sa që kishte. Pra kishte një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro, gjithë vlera e krijuar në këtë vend ishte më pak se 10 miliard euro, dhe sot e ka 25 miliard euro. Dhe projeksioni për Shqipërinë 2030 është 35 miliard euro. Ky është fakt, nuk është opinion. Kjo është Shqipëria sot, krahasimisht me Shqipërinë kur ne morëm detyrën. Dhe këto nuk janë as llafe, as 3D, as fushata, as mitingje. Këto janë të vërteta, shumë kokëforta të transformimit ekonomik të këtij vendi. Dhe shikoni pak këtu që të jemi edhe më të qartë. Ky është zhvillimi dhe këtu jemi tek tabela krahasimore e rritjes së prodhimit të përgjithshëm kombëtar. Shqipëria dhe rajoni. Se ne nuk krahasohemi me Gjermaninë, ishin të tjerë ata që na nxorën të dytët mbas Gjermanisë dhe përpaksa nuk na hodhën në umner. Ne jemi këtu, në këtë rajon, jemi nisur nga brima e fundit e kavallit në rajon dhe sot jemi në pragun e shtëpisë së madhe të Bashkimit Evropian. Dhe këtu është rritja e prodhimit të përgjithshëm kombëtar nga viti kur ne morëm detyrën. Në krahun e djatimin ose për ju shikoni ku kolona me të kuqe është 109.6% rritja e prodhimit të Shqipërisë, 64.9% rritja e prodhimit mesatare e rajonit, dhe po të shikoni këtu vendet e rajonit dhe kanë gjitha më të ulët se ne. Sepse Shqipëria në këto 3 mandate tona ka bërë një kapërcim epokal, duan disa apo s'duan disa. Nuk ka të verbër më të madh se sa ai që i ka syt top, po nuk do të shikoj. Dhe shurë më të madh se ai që i ka veshët top, po nuk do të dëgjoj, nuk ka. Dakord? Ja dhe rimi. Ore leje bufin, po ju çfarë keni bë 12 vite. Çfarë keni bërë 12 vite? Këto janë duke treguar urdhërove të ardhurat për frym rimi. Këto janë të ardhurat për frym çfarë kemi bërë ne këto 12 vite. Ishin